Po, desha t'ju them që kjo është një mision historik. Qëllimi nuk është vetë lancimi, nuk është ulja në Han, por qëllimi është që të bëhen eksperimente të cilat kanë karakter teknologjik. Mu për këtë një minutë ose dy desha të flas për strukturën teknologjike. Kjo kompozicioni i raketës që u nis me datën 1 që me një udhëtim 10 ditor, ishte i gjatë gati 100 metra, 98 metra dhe ishte i kompozuar prej disa elementeve, 2 raketat e cilat mas 2 minutave largohen, por shërbejnë vetëm për ta hudhë këtë sistem tërësishëm për ta shpërthyer këtë shtresat e dendra të atmosferës ulët. Pastaj pas 8 minutave një raketë tjetër bazë largohet për ta marrë një upper stage, për ta ngritur. Dhe pastaj, si që përshif një pjesë, një nga një largohen ajo gjatësia që ishte 89, gati 100 metra përshkurtohet, për arsye se një pjesë e cila quhet European Module, i cila është ndërtuar në Europë dhe dërguar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, bashkë me atë pjesën që është modulin e kosmonautëve, që janë 4 pjesëmarrës, 3 janë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe një kanadez, dhe këta gjenden në një dhomë atje, pra në një dhomës që është lidhur me këtë farë European Stage, European ISM, ndërtuar në Europë, dhe është shumë komplekse kjo nga se ka 33 motora. Dhe kjo ka për qëllim që ta dërgon Orionin në drejtim të Hanës dhe arrin atje, dhe si që dini, në një interval caktuar kohor prej